janë formu institucionet, një vit blokat që vetëvendosja të shkoj përsëri në vendin ku ka dashur me shku, me Albulina Hagjiu në krye të kuvendit dhe me kabinetin qeveritar që pothuaj se janë gati të njëjtë nga ajo lista që prezantoi zoti Kurti në vitin 2025, në fund vit të vitit 2025. Që shpo e shekit këtë rrjedhë në fakt, po më duket që realisht opozita i pas ka pas faje që kemi kalu një vit blokat. Jo, unë mendoj që në plan të parë duhet përshëndetur nga dëshmëria e deputetëve të zgjedhur që në një afat rekord të konstituojnë institucionet. Është punë e mirë që janë kriju institucionet, sepse vërtet kemi pas një kohë që nuk gjithmonë të drejtuar shoqëtat herë të njëri, herë të tjetri kamp, kjo fajtor ose ai fajtor. Kjo është më rëndësishme që janë kriju institucionet, madje këtë mundësi të krijimit të institucionet ja dha dhe një rezultat tjetër zgjedhor që na dol në zgjedhjet e 28 dhjetorit, por e kam në plan parë që të krijohet një përshtypje e përgjithshme që mendoj se çdo qytetar i Kosovës është e mirëpritur duar të rokit këtë zgjedhjen ose formën si ka filluar të funksionon krijimi i institucioneve ka qenë diçka e mirë, se kemi thonë vazhdimisht në për studio edhe këtu edhe tjetër që është akt krejt solem, nuk ka ndonjë farë akti me cilën ti duhesh me humb kohë dhe me pas debat, por mendoj se duhet të kjo klasë politike, veçanërisht partia fituese e zgjedhjeve, duhet të jep 3 sqarime para qytetarëve të Kosovës, para opinionit publik. E para, pse humbëm një vit? Humbëm një vit kohë duke tentuar, duke shpikur, duke imagjinuar, duke ndërtuar skema teatrale dhe cirkuz në parlamentin dhe jo vetëm në parlamentin e Kosovës. Pyetja por pse patëm nevojë një vit të humbim kot, pra të kthehemi te ajo viti i mbrapsht. E dyta, ky parlament që konstituu me kaq dashamirësi, a mos po i brejnë, mos ka ndonjë problem me ndërgjegjjen e tyre, deputet që në atë salë, sepse shumica e deputetëve përfshirë edhe kandidatin edhe kryeministrin tashmë të rizgjedhur, është me vota të një vjedhje industriale, pavarësisht numrit, si 550, si 5.000, është vjedhje e votave. Dhe e treta, që duhet sqarohet, a është lista serbe organizatë terroriste. Çmend na kanë në opinionin publik që 3 vite që një vit Përgjigjja atyre është që gjykata kushtetuese ka thënë që... Po mirë, gjykata ka thënë vazhdimisht, ka thënë sqarime. Por veç ta sqarojnë, unë të më sqarojnë mua, sepse mua më ka thonë që lista serbe dhe Goran Simiqi, Igori, Ajdresi tjetër janë terrorist dhe nuk bën i votu në asnjë variant. Kështu që kur të japim këto 3 sqarime, unë mendoj që është domosdoshme që të del para opinionit publik dhe të japin, këtu nuk bëhet fjalë vetëm për lëvizjen e vendosje, por edhe forca tjera politike parlamentare, jo vetëm shqiptare, por edhe komunitete tjera, sepse vërtet është terrorizuar opinioni për një vit të tonë. Pastaj një punë e mirë që unë mendoj që ka bon mënyrë të ditëve të para dhe po shihet dinamizmi nëse nuk është fajësia dhe jeta shkurtë e kësaj legjislature, po dojnë shpejt për çdo 2-3 javë sa na kanë mi bë disa veprime të mira, është edhe rezoluta për vlerat e luftës dhe për mbrojtjen e legitimitetit dhe të drejtat e njerëzit në raport me dhomat e specializuara. Një veprim të tillë e ka bërë të njëjtën ditë, nëse ishte koincidencë, edhe Parlamenti i Republikës së Shqipërisë. Dhe ajo që kam gëzoj jashtë mos është sot ka iniciativë edhe në Parlamentin e Republikës së Maqedonisë së Veriut që të miratohet një rezolut e ngjashme, pothuajse i lexova pikat që ka propozuar një grup i deputetëve të shqiptarë në Republikën e Maqedonisë së Veriut, dhe është për keqardhje që s'po di si të them, një parti politike që vërtet është të shkuar në vetë së shafje. Nëse mund ta shprehim këtë gjuhën. LDK? LDK, sepse është diçka krejt e panevojshme, është diçka krejt nuk e di, nuk ka pas nevojë që të trashtohet me një forcë tjetër politike që nuk e ka votuar, se është për ne është organizatë terroriste, ashtu na ka thonë kryeministri lista serbe, kështu që nuk e di pse u desh me ndodh ai veprim. Por veprimet e Parlamentit të Kosovës aktualisht, unë mendoj se janë të mira, janë të shku mirë, madje unë e dëgjova me shumë kujdes ekspozën e kryeministrit
zotit Kurti dhe vërtet e njeva vetën shumë të lumtur dhe krenon çfarë shteti jemi ka jetuar. Sikur mos ta kishim jetuar që 5 vjet njëjtin kryeministër me njëjtin demagogji, unë do të isha njëri më i lumtur se këto gjona të mira që pas kanë ndodhur, pas kanë ndodhur në Kosovë, është diçka interesante dhe çka na mbetet neve është që të punojmë, ta mbështesim, që të realizoj ato projekte që ishin vërtet interesante, vërtet mira dhe dashamirëse, jo vetëm për zhvillimin e gjithëmbarshëm të vendit, por edhe për segmente veç. Do të ishte vetëm ekspoze, por megjithatë ishte ekspoze shumë e mirë, bile ma tepër prallore, nëse mund të thojmë në gjuhën, flas tash si eksperti i ekonomist, ishte diçka jashtëzakonshme në përmos të zhvillimit ekonomik. Miratimi i marrëveshjeve ndërkombëtare, të cilat kanë benefit, asnjëherë nuk ka pas problem partitë politike, madje edhe ato armiqësitë të mëdha, shpesh herë, jo në disa raste, por shpesh herë edhe vetëvendosja i ka votuar marrëveshje ndërkombëtare, kur ka qenë në opozitë, sepse janë interes të vendit, interes të Republikës Kosovës. Por edhe kjo dakordimi i sotëm për shtyrjen e diskutimit për ndarjet buxhetore për ditën e hënë, është domosdoshme, sepse është pamundur që mbi 700 fashe material të diskutuar, nuk kemi nevojë të votojmë një buxhet shkeleshkoj, i cili bën ndesh edhe me vetë parimin e buxhetit të ndarjeve buxhetore, sepse është i pa kualifikuar, tash si ekonomist po them, sepse unë e pash draft buxhetin e Republikës së Kosovës, i cili nuk i përgjigjet as vetë përberes ekzekutivit. Por nuk janë 5 ministri që s'kanë fare as një cent ndarjet buxhetore. Nuk mundet e kishin lënë në aty, ku thotë që ministri i financave pastaj do të shikojë të ndaj benefitet dhe fondet për ministritë ekzistuese. Pastaj tentimi i zotit Murati që ta shëtoj që dje kena miratu për bërën e qeverisë, dje kena miratu po ashtu edhe, do të thonë ishte diçka e ngutshme, e panevojshme, kur është bërë një zgjedhje vërtet inteligjente, një zgjedhje normale, ligjore dhe juridike, që me plotësua dhe Beadinin, sepse nuk është shkelje, është precis në përputhje me normat e menaxhimit financave publike, ndarjet buxhetore dhe veçimet buxhetore. Pra, Parlamenti i Kosovës çdo kohë mund të ndajë, edhe një muj, edhe 2 muj, si shka se një 12 dhe 2 12, vetëm e ka bëllë 30 12, por problemi që ndërën të fakti se me votimin e Parlamentit të Kosovës për ndarje buxhetore për muajin mars, bëhet fjalë vetëm për obligime dhe shpenzime shtetërore. Kjo duhet me pas parasysh qytetarët me e kuptu, sepse unë sot për shembull e kishim edhe në mbledhjen e Senatit dhe shumica e stafit akademik nuk kanë marrë mbi norma. Shumica e stafit akademik nuk kanë marrë furnizimet e nevojshme që cilat janë tash për fillimin e vitit 3 akademik në universitet, është arsye thjesht sepse nuk i buxhet. Ndarjet buxhetore, lizi për ndarjet buxhetore, sepse në buxhetin e fundit që kena votuar 2024. Por nuk kemi buxhet të aprovume që mund të hysh as procedura të prokurimit, dhe as blerjeve, as shtesave funksionale, por vetëm për shpenzimet bazë. Prandaj unë mendoj në përgjithësi kemi filluar një vit marr, sa i takon, dhe shpresoj që edhe për këtu 2-3 javë sa na kanë mbet kësaj legjislature. Ky vit i mbar zotin Imani, sepse thashë president. Por më thonë këto 2 javë që na kanë mbet kësaj legjislature, tetë të marr. Veç është pak do të shihet tonën, do të mund sepse edhe opozita ka mundet me ti marr qendrimet edhe çështje dy të ftuarve të tjerë dhe më pas e zgjerojmë diskutimin mbadin. Këtu do të shihet ai, si më thon, toleranca e pushtetit, ka mundet